Përshëndetje të dashur miq dhe mirëserët në emisionin të rinj për të rinj në rreth të Shokoqa. Sot në studio kemi energjinë, pasionin dhe suksesin e sportit shkollor. Në kuadër të projektit Ekipe Sportive në Shkolla nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, nga dy ekipe nga qarku i Korçës, janë shpallur kampionë dhe do të përfaqësojnë dinjësisht zonën në fazën tjetër. Bëhet fjalë për vajzat e shkollës 19-vjeçare Stavri Themeli dhe djemtë e shkollës mesentore e parë Shqipa, të cilët kanë dominuar në volejboll duke fituar të gjitha përballjet në nivel qarku. Sot do të flasim për emocionet e fitores, punën e ekip dhe synimet për finalen e Elbasan. Sot në studio në fillim do të kemi ekipin e vajzave të shkollës 19-vjeçare Stavri Themeli. Përshëndetje vajza dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, unë jam Alessia Nautu dhe si fillim dua të falenderoj për ftesën. Unë jam Enista Dejdo dhe jam shumë e lumtur që ndodhem këtu sot. Faleminderit për ftesën gjithashtu. Faleminderit ju vajza. Ndërkohë, ekipi vajzave është tepër i madh, kështu që do të kalojmë dhe nga studio paralel. Përshëndetje vajza. Përshëndetje, unë jam Bianca Solo, faleminderit për ftesën. Unë jam Margisa Ligori dhe jam shumë e lumtur të jem këtu midis jush. Përshëndetje, unë jam Klea Atili dhe ndihem shumë e lumtur për ftesën. Përshëndetje, unë jam Kristina Tane dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Shumë faleminderit vajza dhe mirë se keni ardhur. Atëherë vajza, si ndjeni që jeni shpallur kampionet e qarkut? Unë ndihem kënaqur për veten dhe për vajzat e tjera të skuadrës, por në fakt ky titull pritej duke marrë parasysh punën e vështirë që kemi dhënë këto ditë e fundit. Edhe unë gjithashtu ndihem shumë e lumtur. Të gjitha vajzat ishin shumë përkrahëse, kishim shumë bashkëpunim me njëra tjetrën dhe e prisnin fitoren. Kalojmë dhe tek studio tjetër. Vajza, si ndjeni që jeni shpallur kampionet e qarkut? Unë ndihem shumë krenare, mendoj se kemi përfaqësuar dinjësisht qarkun, shkollën, por gjithashtu kemi bërë krenar kryesorin profesor Gentin, i cili na ka përkushtuar gjatë gjithë këtyre ditëve. Unë jam shumë e lumtur që arritëm deri në këtë fazë. Ishte diçka që e prisja, të them të drejtën, sepse duke ditur potencialin që ka secila nga ne, e mendoja që do ishim kampionet e qarkut. Unë ndihem shumë e lumtur dhe krenare për të gjithë grupin, sepse fal bashkëpunimit ton dhe mirëkuptimit ne ja dolëm dhe fal profesorit ton. Edhe unë gjithashtu ndihem shumë krenare dhe me fat për bashkëpunimin që kishim në grup dhe fal profesorit i cili na ka inkurajuar që ne të ecim përpara. Vajza, cila ishte ndeshja më e fortë për ju? Të gjitha ndeshjet kishin vështirësinë e tyre. Nuk është se ishte një ndeshje, nuk ishte ndeshje të thjeshta, por mund të pika ndeshjen me shkollën Pandrelicale, ishte pak ndeshje vështirë, por ne ja dolëm. Besoj dhe për vajzat e tjera i njëjti opinion do të jetë. Po. A e prisnim të sukses që në fillim të garës? Po, e prisnim. Siç e thanë në fillim, kemi punuar shumë për të arritur këtu. Kemi pasur edhe një profesor shumë motivues, profesor Gentian Sulejmani, që e përshëndesim. Dhe po. Çfarë mendoni se ju bëri më të forta si ekip? Mund të them disa cilësi kryesore ishte bashkëpunimi njëherë, sepse ky është një sport bashkëpunues, vetbesimi dhe gjithashtu miqësia që kemi ne në skuadër. Mos harrohet kjo të përmendet. Kalojmë dhe tek studio tjetër. Vajza, çfarë mendoni se ju bëri më të forta si ekip? Mendoj se na bëri më të forta si ekip kryesisht bashkëpunimi, sepse volejbolli është një sport që kryhet pa bazën e ka bashkëpunimi, por gjithashtu dhe komunikimi mes vajzave dhe besimi tek njëra tjetër se mund t'ia dilni. Unë do të them se ne të gjitha si ekip nuk kemi komplekse, edhe kështu përputhemi shumë mirë me njëra tjetrën, kemi interesa të përbashkëta, edhe kështu rritet edhe bashkëpunimi që ne kemi me njëra tjetrën. Fal bashkëpunimit dhe mirëkuptimit që kemi me njëra tjetrën, ne mbështesim njëra tjetrën, edhe në pikët që humnim dhe motivonim njëra tjetrën. Edhe për mua gjithashtu ishte bashkëpunimi dhe miqësia e mirë që kemi midis vajzave të grupit. Vajza, si është marrëdhënia juaj brenda skuadrës? Marrëdhënia është shumë e mirë, të gjitha jemi shoqe dhe kjo na sjell edhe në përfundime shumë të mira me njëra tjetrën. Nuk kemi pasur asnjë zënka ose inate me njëra tjetrën, gjë që sjell diçka të mirë. Sa i rëndësishëm ka qenë roli i mësuesit tuaj të fizkulturës?
Mund të them që roli i profesor Gentian Sulejmanit, dua ta falenderoj njëherë, sepse është ai personi që na ka përkrahur dhe na ka shtyrë të ecim përpara. Gjithashtu çdo pikë që ne humnim na përkrahte që të mos demoralizoheshin, sepse ajo është një gjë shumë e rëndësishme. Vajza, si e ndihmoni njëra tjetrën gjatë ndeshjeve? Me fjalët motivuese, me kur humbim pikë, gjithmonë jemi i përkrahur njëra tjetrës. Nuk është se mbajmë inate ose nuk Mund të shtoj unë një gjë, mund të duket pak budallak, po ai përqafimi edhe po të jetë pikë fituese dhe pikë humbse ndihmon, po s'është. A keni ndonjë ritual që bëni para ndeshjes, stërvitje apo diçka tjetër? Stërvitja? Bëni stërvitje para ndeshjeve gjithmonë. Stërvitje. Nxemje, po. Këto. A keni ndonjë moment që nuk do ta haronit nga këto ndeshje? Unë kam në fakt, ka qenë momenti kur kishim ndeshjen e fundit me Pogradecin. Ishte një ndeshje shumë tensionuese, kishte shumë tension, po ishte i gjithë le ta quajmë publiku, si ta quaj, që na përkrahte, brohoriste për ne, edhe ishte një moment i paharrueshëm. Ishte tër palestra shumë e gjallë, e cila shton emocionin. Kalojmë edhe tek studio tjetër. Vajza, mësoni pak si e ndihmoni njëra tjetrën gjatë ndeshjeve? Po gjithashtu përkraja dhe vetbesimi tek njëra tjetrën, mendoj se janë gjërat kryesore. Pra ne mundojmë ta mbështesim, qoftë edhe kur qoftë edhe kur fitojmë pikë, por edhe kur humbim, sepse suksesi njëra tjetrit është suksesi të gjithave. Ne, domethënë për mendimin tim, unë dua që të gjitha vajzat e ekipit jemi të lumtura dhe mos kemi hatërmbetje me njëra tjetrën. Unë për vete më pëlqejnë fjalët që themi në fund të një pike, ose që jepi, vazhdo, do ta bësh më mirë herën tjetër nëse bëjmë ndonjë gabim. Edhe këto janë fjalë të cilat na mbështesin të gjithave, edhe kështu kjo gjë më pëlqen, edhe ndihem shumë e lumtur, edhe më bën që edhe atë pikë që e kam humbur, domethënë mos ta kem atje mendin e të vazhdoj pastaj pikët e tjera. Jo vetëm kur marrim pikë, por edhe kur humbim pikë, ne përkrahim njëra tjetrën duke përdorur fjalë motivuese. Asnjëherë nuk lëm njëra tjetrën, por e mbështesim. E ndihmojmë njëra tjetrën gjithashtu nga bashkëpunimi, komunikimi i mirë mes njëra tjetrës dhe inkurajojmë njëra tjetrën për të ecur përpara. Vajza, keni ndonjë moment që nuk do ta haronit nga këto ndeshje? Po, siç e thanë edhe vajzat, që ishte ajo tifoja e publikut, pra që kishin ardhur na brohoristin, gjithashtu jepte edhe si një mbështetje, domethënë si një shtys akoma dhe më shumë. Por gjithashtu një moment tjetër që desha ta kujtoja ishte ai momenti i gëzimit, pra në fund të çdo ndeshjeve, pra pika e fundit në setin e dytë, pra pika e 25, që shënonte rezultatin përfundimtar për fitore. Domethënë ai grumbull, ai bashkëpunim, ai bashkim grupi që bënim me të gjithë vajzave ishte një moment që nuk do haroj kurrë. Për mua e gjithë ndeshja është një moment që nuk harohet asnjëherë. Të gjitha ndeshjet nuk harohen për mua, po edhe momenti ku është pak ku kemë shumë emocione është fundi i setit, atje ku shënohet edhe pika e fundit, po siç e thash, për mua i gjithë ndeshja është një emocion që nuk harohet kurrë. Çdo pjesë e ndeshjes është shumë e rëndësishme për ne dhe sidomos pjesa e brohoritjes, siç e thanë edhe vajzat. Për mua, loja e volejbollit është një lojë shumë e bukur dhe sidomos pikët e fundit, kur i bëmë, u lumturuam të gjitha dhe brohoritjet e publikut. Vajza, si përballoni momentet e vështira gjatë lojës? Momentet e vështira e përballojmë kryesisht me përkrahjen e njëra tjetrës, po edhe domethënë siç e thamë edhe pak më parë, edhe me atë përkrahjen e publikut, pra kur bëjmë shërbim, po edhe domethënë në momentet kur shikojmë se kemi konkurrencë me skuadrën kundërshtare, pra mundojmë ta përkrahim njëra tjetrës dhe kjo domethënë na shtym për të drejt fitores edhe drejt fitimit të pikës. Duke ditur aftësitë që ne kemi, unë mendoj se nuk ka ndonjë moment të vështirë që ne nuk e kalojmë dot. Ne të gjitha mund t'i përballojmë. Kemi përballuar shumë ndeshje, kështu që nuk për mendimin tim mua nuk është se më hyn ndonjë gjë shumë në punë kur mërzitemi kështu. Fare. Thjesht unë jam e qetë, nuk kam emocione, edhe mundohem që dhe vajzat e tjera mos kenë emocione, sepse neve e dim që po e them që do fitojmë, sepse duke patur këtë energjinë e mirë, e dim që do fitojmë.
Po ju vajza, më thoni pak, a keni ndonjë moment që nuk do ta harronit nga këto ndeshje? Po, unë do të thosha të njëjtën gjë, sepse pastaj duket si e përsëritur. Po, Tëra i publik me brohoritjet e tyre, sikur t'i jep zemër dhe si Po. sa më përpara i shton emocion lojës. E si përjeton përballon, ndryshe. më fal, po. S'ka. Si përballoni momentet e vështira gjatë lojës? Mund të themi përkrahjen e njëra tjetrës, motivimin që japim njëra tjetrës, nuk mërzitemi asnjëherë me njëra tjetrën dhe duke besuar me njëra tjetrën. Mjafton që Sa shpesh stërviteni gjatë javës? 3 herë në javë, rregullisht. Po. Cilat janë ushtrimet më të rëndësishme për ju? Nxemja, Ushtrimet më të rëndësishme ushtrimet. për ju? mund të them para ndeshjes në bëjmë nxemje, që është shumë e rëndësishme. Po dhe në stërvitje, të gjitha ushtrimet që na praktikon profesori kanë peshën e tyre, kështu që nuk mund të veçoj një. A punoni më shumë individualisht, më falni, apo në grup më shumë? Në përgjithësi është sport bashkëpunues, kështu Po. që më shumë stërvitemi me njëra tjetrën, por edhe në shtëpi ka ato gjërat ushtrime që mund të bësh vetë. Po. Vajza, çfarë do të thotë për ju që të jeni të parat në qarkun e Korçës? Ishte një emocion shumë i madh. Jemi shumë krenare fillimisht për veten tonë, për shkollën tonë Po. që na ka mundësuar stërvitjen dhe të arrim këtu ku jemi. Po mund të them që e prisnim. Kemi punuar shumë për të arritur këtu. Po vërtet? Kampioni i qarku është një titull i madh për të mbajtur. Mund të them prapë që e prisnim duke parë potencialin e tërë skuadrës, por që ndihem mirë. Kalojmë edhe te studio paralele. Vajza, çfarë do të thotë për ju të jeni të parat në qarkun e Korçës? Kjo është një arritje shumë e madhe si për ne, por gjithashtu edhe për shkollën, të cilën e nderojmë dhe gjithashtu e përshëndesim drejtoreshën. Por është një arritje shumë e madhe pasi të jesh kampione në qark, është diçka e arritme. Ne sigurisht e dim potencialen tona, por gjithashtu nuk mund të themi se të gjitha ndeshjet ishin shumë të thjeshta. Gjithashtu kishte konkurrencë midis ndeshjeve, por mund të themi se fituam, pra ja dolëm. Por gjithashtu kjo përveç meritave të grupit, pra të grupit ton, ishte edhe Tam. merita e profesor Gentit, pasi ishte personi i parë i cili na shtyu, pra na dha të shtesën morale, i cili besoi në ne dhe gjithashtu na ka përkushtuar gjatë gjithë këto ditëve, po edhe stërvitjet e shumta, që kështu. Unë jam shumë e lumtur që u shpallën kampionet e qarkut, siç e kam thënë më përpara, që unë e prisja që do ishim kampione, sepse një gjë që atë që e kam unë brenda vetes është që kam energjinë e mirë ose nuk kam fare emocione dhe prandaj e dija që do ishim kampione, ndihem shumë e lumtur, edhe krenare për veten, por gjithashtu edhe për ekipin dhe për vajzat se pa gjithë secilën prej nesh nuk do ishim këtu ku jemi sot, kampionet e qarkut. Do thoja që është edhe një krenari për shkollën tonë që u shpallëm kampione, duke qenë se është edhe viti i fundit, ne jemi klasë 9 edhe lam diçka, lam një kujtim, lam një zhurmë në shkollën tonë. Ky është një titull shumë i madh për ne dhe jemi shumë krenare për të gjithë, sidomos që përfaqësojmë shkollën vendlindjen tonë dhe presim akoma më shumë në ndeshjet në vijim. Unë kisha emocione gjatë ndeshjes, por kur fituam, isha shumë krenare dhe jam shumë e lumtur, pasi ngelet si një kujtim për shkollën tonë. Vajza, pa më thoni pak si e festuat këtë fitore? Ishim shumë të lumtura. E festuam krah njëra tjetrës sigurisht, me profesorin, me prindrit që kanë qenë po ashtu për krasit tanë. A dolut në ndonjë vend që ta festonit? U mblodhëm vajzat me njëra tjetrën, fatkeqësisht profesori nuk e kishim me vete. Tani si po përgatiteni për finalen? Jemi pak të friksuara, kemi pak emocione, por me anë të stërvitjes, me anë të motivimit, besoj se do ja dalim dhe atje. E njëjta gjë dhe Po, për ty, të njëjta besoj, gjë, okay. Çfarë prisni nga kundërshtarët në Elbasan? Preshim ndeshje të forta, ndeshje të cilat do kenë konkurrencë me njëra tjetrën. Unë
Gjithashtu, jam pak kurioze se nuk është se i kemi parë ndonjëherë se si luajnë, dua të di dhe të mësoj strategjinë e tyre, se është diçka e re që mëson çdo ndeshje, se si çdo skuadër ka mënyrën e saj të lojës. Kalojmë dhe të studie paralele. Vajzat, çfarë prisni nga përballja në Elbasan? Mendoj se do të ketë pra nivel, se sigurisht përderisa kanë arritur në këtë fazë, mendoj se do të kenë një nivel të saktuar, por nuk duhet të dorëzohemi, pra duhet të kemi besim në vete dhe mendojmë se dhe këtë do e kalojmë pas kësaj faze, mendoj se do të fitojë. Unë pres fitore, gjithmonë, sepse e di vlerat e gjithë secilës ndaj nesh. Mendoj se edhe Elbasani është një ekip i fortë, po jo aq sa ne. Ekipi i Elbasani përderisa ka fituar duhet të jetë i fortë dhe set i parë besoj se do të ketë një tension të madh, por ne do ja kalojmë edhe shpresojmë fitoren. Unë mendoj se Elbasani do të jetë një skuadër shumë e fortë, por nëse bashkëpunojmë me njëra tjetrën, unë besoj se mund t'ja dalim. Cili është objektivi juaj në finale? Tani, ne nuk kemi të sigurta a do sillim në shtëpi një fitore, por kryesorja është që ne të kënaqemi dhe të arrijmë diçka, domethënë të kthehemi në shtëpi të paktën që loj të mirë bashkëpunuam me njëra tjetrën. Unë mund të them që parësorja për ekipin tonë është që ne të luajmë, të kënaqemi, të gëzohemi, të argëtohemi me njëra tjetrën, dhe së dyti është fitoria. Besoj se nëse ne luajmë të mërzitura, nuk është se ne do sillim një fitore në shtëpi ose besoj se. Po për vajzat e tjera, cili është objektivi juaj më i madh? Sigurisht, siç e thanë edhe vajzat, është ai gëzimi, pra se fillimisht duhet të gëzojmë, duhet ta marrim pra me shef të lojë, por gjithashtu është edhe qëllimi jon që të fitojmë. Pra mbi bazën e këtyre mendojmë se duhet pra kur të futemi në ndeshje, kur ta shkelim atë fushë, pra mendoj se mbi bazën e këtyre duhet të luajmë. Sigurisht që ne na intereson fitoria, domethënë një objektiv shumë i madh, por tjetër kemi edhe ato emocionet që duhet mos i kemi në fushë, të kalojmë sa më mirë me njëra tjetrën, edhe po nuk fituam, nuk ka rëndësi, e dim që do mërzitemi pak, por rëndësi ka që arritëm deri atje, deri në finale, edhe kjo do na vlej shumë. Fitoria është objektivi jon kryesor, por ne dëshirojmë edhe bashkëpunimin ton, të mos luajmë me emocione. Të mos luajmë me emocione dhe të jemi sa më pranë njëra tjetrës, të fitojmë. Vajza, po sa vite keni që merreni me volejboll? Unë personalisht bëj 5 vite që merrem me sportin e volejbollit. Kam qenë edhe federuar me ekipin e profesor Romeo Zegës, që e përshëndes. Kam luajtur dhe me ndeshje të përfshira me federatën, me shumë qytete të tjera. Kam një eksperiencë. Ndërsa unë më të them që kam rreth 3 vite që merrem me volejbollin. Kam qenë federuar me skuadrën e U16-s Skënderbeut, që mund të them kam pak eksperiencë në këtë fushë. Po për vajzat e tjera, sa vite keni që merrem në volejboll çupa? Edhe un kam rreth 3 vite gjysmë, siç tha dhe Alesia, kemi qenë të dyja bashkë një skuadër me Skënderbeu U16, po vendosëm të shkëputeshin për shkak edhe të shkollës dhe ngarkesës që kemi, po na ndodhi diçka e mirë që është edhe sporti në shkollë edhe nuk e lam pasionin ton në mes. Ky është viti 4 timi, jam me ekipin e profesor Gentit. Gjithashtu më kanë bërë oferta me grupet e tjera, por e kam refuzuar sepse kam menduar nga që është edhe klase 9 dhe domethënë është ai gjimnazi dhe mendoj të jem këtu. Por prapë jam përsëri krenare dhe gjithashtu jam shumë e gëzuar që jam me këtë ekip dhe jam domethënë më trajnohem nga profesor Genti. Unë kam rreth 3 vite, domethënë që kur ka nisur ekipi i shkollës, kam nisur edhe unë dhe fal profesor Gentit kam arritur deri në unë kam gjithashtu 4 vite, si që dhe Bianca, kam qenë në skuadër dhe trajnohemi nga profesor Genti, cilin e përshëndes shumë. Vajza, në një të ardhme të afër, do të doni të bëheshit volejbolista apo diçka tjetër? Unë them që është një hobi. Nuk mendoj se kur të rritem do ta vazhdoj si profesion, po për sa kohë po e vazhdoj, po e shijoj. Do vazhdoj ta shijoj. Po sigurisht kur merresh me një sport është të lind ajo dëshira që të bëhem një sportiste, por se besoj se jam bërë për atë punë. Po për ju vajzat të tjera, doni të bëheni sportiste, volejbolliste apo doni të vazhdoni diçka tjetër?
Sporti është pasionimi, pra është një talent që kam pasur që kur kam qenë e vogël. Por kjo do të mbetet si një hobi për mua, pra nuk mendoj se kur të rinte do me thënë nuk do jem një volejboliste, por gjithsesi kjo nuk do të thotë se kjo do ndalej këtu. Sportin do e vazhdoj, pra do e vazhdoj ta kem thjesht si një hobi, pra do të vazhdoj të luaj, të bëj ndeshje me misht, me shoqërinë, kështu do me thënë do mbetet përsëri si një pasionimi, por nuk mendoj se do të jem një volejboliste. Edhe për mua do jetë thjesht një pasion, nuk e mendoj shumë veten në të ardhmen që të luaj volejboll ose në një ekip akoma më të mirë me profesionist. Kur isha më e vogël ose sa fillova të luaja, e shikoja shumë veten dhe në të ardhmen që thoja kur të rritem dua të bëhem volejbolliste, të arri këtu, kisha shumë objektiva, po shikoj që ka shumë ngarkesë edhe dua diçka tjetër, domethënë nuk dua të jem shumë pjesë e sportit të ardhmen, po do ngjelet gjithmonë pasioni im edhe diçka e bukur, edhe do ngelen kujtime, sepse duke u marrë me një sport që kur je i vogël, do ke shumë kujtime edhe kur të rritesh. Volejbolli edhe për mua është thjesht një pasion, por ka plot emocione dhe po mundohem t'ja dal sa më mirë me këtë rrugëtim që po bëj. Gjithashtu sporti i preferuar është volejbolli, edhe më pëlqen shumë se kam krijuar një shoqëri që akoma edhe sot e kam dhe vazhdoj ta kem, por nuk mendoj se do të vazhdoj që të bëhem volejboliste në të ardhmen. Pra të gjitha vajzat e kanë pasion volejbollin. Dëshira qëndron, por është e vështirë, shumë e vështirë. Vajza, cili është mesazhi juaj për vajzat e tjera që duan të merren me sport, kryesisht volejbollin? Unë mendoj që çdo njeri duhet të ndjekë ëndrat e veta, objektivat e veta. Volejbolli është një sport shumë i bukur, ka shumë emocion. Është një sport i vështirë, nuk është sport i lehtë, por nëse ke ego loje, nëse ke vetbesim, mund t'ja dalin. Përveç aktivitetit fizik edhe fakti që do vendosësh trupin tënd në lëvizje, gjë shumë e rëndësishme për shëndetin tënd. Janë edhe cilësitë e tjera që të mëson ky sport, që është bashkëpunimi me njëra tjetrën, edhe se si të mos mërzitesh të bashkëpunimi. Gjithashtu është dhe miqësitë që do të krijosh gjatë kësaj rruge. Po për ju vajzat tjera, cili është mesazhi juaj për vajzat e tjera që duan të merren me sport? Volejbolli nuk është vetëm një sport, pra gjuajtje, shërbim, ngecje e të tjera. Është një sport fillimisht ku ndërtohet, pra siç e thamë më parë, që mos përsëritemi shumë, pra mbi bazën e bashkëpunimit, shoqërisë, pra ti krijon së pari atë shoqërinë, por gjithashtu duhet të kesh edhe gëzimin. Për vajzat që do të ndjekin volejboll, dua t'i them që mos u dorëzoni, besoni tek vetja juaj dhe tek ëndrat tuaja, sepse suksesi vjen përmes përkushtimit. Kështu besoj se do ja realizoni. Pra besoni në vetja. Unë kam dëgjuar shumë vajza që thonë nuk dua të filloj të luaj një sport, jo vetëm volejbollin, po ato që nja unë volejbollin e kanë më shumë qejf, nuk dua të filloj të luaj sepse kam frikë ose nuk jam aq e aftë, nuk kam mundësi, të gjithë kështu kemi qenë në fillim që jo unë nuk mundem, të gjithë ne mund të japim më shumë, po fal punës edhe përkushtimit, ne arritëm këtu ku jemi sot. Kështu që të gjithë duhet të mbasi të na marrin dhe ne si shembull, që fal punës, përkushtimit, stërvitjes, edhe përkrahjes me njëra tjetrën, ja dolim të jemi këtu ku jemi sot edhe nuk kemi as të parat as të fundit, kështu që ka shumë që brezat të tjerë që do vinë pas nesh, edhe le të merren me një sport sepse është një gjë e mirë për shëndetin në radhë të parë, pastaj të tjerat vinë dhe vet. Jo vetëm volejbolli si sport, por të gjitha sportet kanë rëndësinë e tyre dhe mendoj që nëse ne e kemi si qëllim dhe si arritje volejbollin ose një sport tjetër, nëpërmjet punës ne do t'ja dalim. Të gjitha vajzat që duan të nisin volejbollin nuk do të dorëzohen sepse mund t'ja dalin fal përkushtimit me njëra tjetrën dhe bashkëpunimit që ato mund të kenë me njëra tjetrën. Vajza, unë ju uroj shumë suksese dhe shumë faleminderit që ishit këtu me ne. Ju urojmë dhe vajzat e tjera shumë suksese dhe suksese në finale. Faleminderit. Shpresoj të sillim një kupë, një fitore. Besoj të ndjenojmë përsëri. Do vim prap. Ju pres. Mish, ne do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi në studio me ekipin e djemve të shkollës nëntëvjeçare Mesentoria e Parë Shqipe. Na ndiqni. Mish, jemi rikthyer sërish në studio me të tjerë të ftuar, me ekipin e djemve të shkollës nëntëvjeçare Mesentoria e Parë Shqipe. Përshëndetje të çuna dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, unë jam Marin Çano dhe faleminderit për ftesën. Përshëndetje, unë quhem Klaer Duro dhe faleminderit për ftesën.
Përshëndetje, unë jam Brandi Vila dhe ju falenderoj për ftesën. Përshëndetje, unë jam Lefter Bicolli dhe ju falenderoj për ftesën. Çuna, si ishte rrugëtimi juaj drejt titullit kampion të qarkut të Korçës dhe si u ndjet ju për këtë titull? Atëherë rrugtimi jon nuk ka qenë i lehtë, ne jemi stërvitur shumë çdo javë, çdo ditë, çdo muaj dhe e kemi pritur shumë këtë ditë me përkushtimin ndaj voleybollit, si dhe përkushtimin e mësues Ledios, dhe ja kemi dalë të fitojmë. Rrugëtimi jon kishte vështirësitë e saj, por gjithsesi arritëm të fitonim dhe ja dolëm. Rrugëtimi, unë mendoj se rrugëtimi ishte shumë i lehtë dhe do vazhdojmë rrugëtimin tonë në Elbasan me fitore. Edhe pse kishte të vështirat e veta, ne me bashkëpunimin tonë ne ja dolëm dhe i fituam të gjitha lojrat deri tani dhe shpresoj të vazhdojmë me këtë ritëm. Çuna, cila ishte ndeshja që ju vuri më shumë në vështirësi, pra cila ishte më sfiduese? Atëherë të gjitha ndeshjet kanë qenë sfiduese, të vështira, por me bashkëpunimin tonë në grup si ekip dhe me atë pasionin e voleybollit që kemi arritur të fitojmë në çdo ndeshje. Po. Ndeshjet nuk na nduku shumë të vështira. Shumicën e ndeshjeve kishim mendimin që do fitonim dhe ja dolëm. E prisnim të gjithë fitoret që kemi pasur, kemi qenë të motivuar dhe të mbështetur nga profesori ynë dhe siç thash me bashkëpunimin tonë ja dolëm dhe besoj se do ja dalim deri në fund. Çdo ndeshje kishte vështirësinë e saj, mirë po me bashkëpunimin tonë dhe me ndihmën e profesorit na arritëm t'ja dalim dhe kështu mendoj të vazhdojmë edhe më tej. Si e përjetuat fitoren ndaj rivalëve kryesorë? Atëherë ne kemi pritur shumë atë fitore sepse jemi stërvitur çdo ditë, çdo muaj dhe jemi gëzuar shumë si ekip për atë fitore ndaj rivalëve kryesor. Fitoria ndaj rivalëve kryesor ishte një fitore e rëndësishme sepse ajo na shpalli kampion dhe vazhdojmë edhe më tej të përveç qarkut të vazhdojmë me të gjithë qytetet e Shqipërisë dhe kjo na bëri të ndjeshim shumë mirë. Ne patëm shumë emocione me atë lojë sepse setin e parë fatkeqësisht e humbëm dhe më pas arritëm ta kthejmë lojën dhe fituam. Unë mendoj se nuk kishim ndonjë ndeshje të vështirë dhe ndonjë rivale të vërtetë dhe me Elbasanin do shikojmë rivalët e vërtetë të këtij rrugtimi. A e prisnin të sukses? E prisnin të fitore? Po patjetër që e prisim këtë sukses, se kemi pritur shumë për t'ja dalë për të fituar 4 ndeshjet, sidomos për të shkuar në Elbasan sepse u shpallëm kampion. Kemi punuar shumë gjatë gjithë kohës dhe ja arritëm dhe dolëm në fitore ndaj 4 ndeshjeve kryesore. Unë mendoj se ne do vazhdojmë akoma rrugëtimin tonë dhe këto ndeshje që luajtëm ishin varësisht shumë të lehta për ne. Të gjitha fitoret i kemi pritur sepse jemi stërvitur për këtë ditë, kemi pritur për këtë ditë dhe kemi mundur ja kemi dalë, kemi fituar pa asnjë lloj vështirësie. Po, unë e prisja që ne të fitonim këtë ndeshje, sepse kemi bërë shumë prova bashkë me njëri tjetrin, në bashkëpunim me profesorin, dhe kjo ishte e pritur, por nuk e di që si do të vazhdojmë në këtë udhëtim, shpresoj të fitojmë. Çfarë strategjie përdorët ju gjatë rrugëtimit? Ne përdorëm strategjinë e bashkëpunimit dhe mendojmë që ajo do vazhdojmë ashtu dhe do fitojmë ndeshjet e radhës. Strategjia jonë ishte dëshira për të fituar, përkushtimi ndaj voleybollit, si dhe bashkëpunimi në ekip që bëri të mundur këtë fitore. Si ju ka ndihmuar trajneri apo mësuesi në këtë sukses? Trajneri jon profesor Ledio Pambuk na ndihmoi shumë, sepse ishte një mund ta themi një idhull, ai na mësoi gjithçka që ne dim të bëjmë dhe i falenderojmë shumë për këtë. Përveç se na ka mësuar gjithçka që ne dimë dhe kemi përdorur në këto lojra, ai na ka mbështetur dhe në raste kur kemi pasur emocion ose momente të ulta në ndeshje, ai na ka motivuar. Unë mendoj se motivimi nga profesori jonë na ka ndihmuar shumë në këto ndeshje që kemi bërë, por edhe nga profesori jonë praktikant, ai na ka ndihmuar shumë në këto ndeshje. Profesori na ka mbështetur në çdo ndeshje, në çdo lojë, na ka mbështetur shumë të gjithë si ekip dhe shpresoj që të fitojmë edhe në Elbasan. Çuna, si është bashkëpunimi brenda ekipit? Bashkëpunimi brenda ekipit është çelësi për këto ndeshje. Ne njohim
secili në ekip dhe jemi shumë të ngjitur me njëri tjetrin dhe shpresojmë që kështu të vazhdojmë edhe në ndeshjet më tej. Bashkëpunimi është pika kryesore për çdo sport, jo thjesht për volejbollin, por ne si ekip jemi bashkuar të gjithë, kemi bashkëpunuar dhe arritëm të fitonim këto 4 ndeshje. Si e motivoni njëri tjetrin kur jeni gjatë ndeshjeve ose para ndeshjeve? Njëri tjetrit e motivojmë, si për shembull në mes të ndeshjes, nëse bën një gabim ose diçka, nuk duhet të mërzitet, por duhet të vazhdoj të luaj, sepse nëse ti mërzitesh në moment, nuk mund të luash dhe nuk mund të tregosh aftësitë e tua. Ne suportojmë edhe mbështetim çdo lojtar të ekipit tonë, edhe nëse ai humbet pikë, po gjithashtu edhe nëse ai fiton, pra kjo është gjëja shumë e rëndësishme për ekipin e voleybollit si dhe ekipin tonë. Po kur jeni në fushë, çfarë ju motivon më shumë? Neve na motivon presori jonë dhe broritjet që vinë nga tifozët e ekipit tonë. Kryesorja është ideja e fitores që na motivon të gjithëve dhe nuk e lëm asnjëherë me njëan ata. Çuna si menaxhoni emocionin apo presionin gjatë ndeshjeve të forta? Neve zakonisht unë për mendimin tim nuk kam emocione shumë dhe vetëm kam mendim që duhet të fitojmë ndeshjen. Për emocionet ne ecim me dëshirën për të fituar çdo lojë dhe ja kemi dalë kështu, edhe pse kemi emocione në përsëri, jemi përkushtuar atij sporti dhe ja kemi dalë. Çuna sa herë stërviteni në javë? Sa shpesh? Në javë pothuajse stërvitemi 3 herë nga një orë. Stërvitja është një pjesë shumë e rëndësishme e lojës, sepse ne nuk harrojmë ato që kemi mësuar, por gjithashtu dhe vazhdojmë të përforcojmë aftësitë tona. Si përgatiteni mëndërisht para ndeshjeve? Mëndërisht para ndeshjeve përgatitemi duke vendosur si qëllim që të fitojmë ndeshjen dhe që të vazhdojmë rrugëtimin tonë për në ndeshjet më tej. Pa më thoni pak tani, cili është sekreti i suksesit tuaj? Sekreti i suksesit tonë është që të merremi vesh shumë mirë me njëri tjetrin dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për të arritur fitoren. Atëre suksesi jonë është suportimi i profesor Ledios që na mbështet gjithmonë në çdo lojë, pothuajse edhe mbështetja e të gjithë ekipit ndaj njëri tjetrit dhe dëshira për të fituar. Çfarë do thotë për ju ky titull kampion? Atëre titull kampion për ne do thotë që jemi të fortë, jemi kampionët e qarkut të Korçës dhe ne krenohemi shumë me këtë gjë, sidomos edhe me profesor Ledion. Titulli kampion na ndihmon të vazhdojmë të luajmë sportin që ne na pëlqen, sepse me këtë titull ne tregojmë aftësitë tona dhe bashkëpunimin tonë si një skuadër. Titulli kampion jo vetëm që na nderon ne si skuadër, por edhe shkollën tonë e cila është munduar të na sjellë në këtë ditë dhe deri më tani ja kemi arritur. Si reaguan shokët dhe familja juaj kur morën vesh që ju kishit fituar dhe që ishit kampion? Atëherë familja dhe shokët ishin shumë të gëzuar për ne, sepse ne kishim marrë titullin e kampionëve në qarkun tonë, gjë që nuk është shumë e thjeshtë dhe në përgjithësi ishin shumë të gëzuar. Ata na përgëzuan shumë sepse ne përfaqësojmë shkollën tonë, mësimtore e parë shqipe, po jo vetëm shkollën, familjen dhe qytetin e Korçës. Çfarë ju motivon më shumë kur jeni në ndeshje? Në ndeshje na motivon më shumë gjëja e parë domethënë që është profesori, broritjet e tifozëve tanë si dhe në ekip njëri pas tjetrit. Po, neve na motivon më shumë profesori dhe të gjithë njerëzit që shikojnë në ndeshje. A e prisni të fitonit? Po e prisim këtë fitore sepse jemi përkushtuar shumë voleybollit për këto 4 ndeshje, jemi servitur shumë dhe duhet ja dilnim dhe ja dolëm për të fituar. Po edhe unë këtë mendim kisha që do të fitonim dhe isha shumë i sigurt që do të arrinim këtë titull. Si e përjetuat momentin e fitores? Momentin e fitores ne përjetuam shumë mire, u gëzuam shumë dhe shpresojmë që të vazhdojmë më tej. Tani si po përgatiteni për ndeshjen finale në Elbasan? Përgatitja për ndeshjen finale si çdo ndeshje tjetër është me praktikë dhe me përmirësimin e aftësive tona. Mendojmë të vazhdojmë me të njëjtin ritëm dhe akoma më fuqishëm dhe nuk do ta marrim as pak me frikë dhe emocione këtë ndeshje sepse është shumë e rëndësishme për ne dhe shpresojmë që të vazhdojmë kështu. Cilat janë disa nga objektivat që ju keni për finalen e Elbasan?
Atëre objektivi joni parë është si fillim dëshira për të fituar, për kushtimin ndaj sportit të volejbollit dhe pse jo të shpallemi kampion edhe në nivele të larta. Po, këtë do të thosha edhe unë dhe do të shtoj edhe një gjë që të japim vlerat tona dhe të tregojmë që jemi një ekip i mirë. Çfarë mendoni për kundërshtarët në Elbasan? Kundërshtarët gjithmonë nuk janë të dobët, edhe ata janë stërvitur si ne, por ne duke u stërvitur gjatë gjithë javës, ditës dhe muajve, mendojmë se do t'ja dalim edhe në Elbasan. Po, është e vërtetë, neve jemi përgatitur shumë për këtë ndeshje, por nuk e do një nënvlerësojmë kundërshtarët tonë dhe do japim maksimumin. Si që thamë, nuk i nënvlerësojmë as pak kundërshtarët tanë, por mendoj se jemi më të fuqishëm sepse ne luajmë dhe me pasion këtë lojë dhe besoj se do të bëhet një ndeshje shumë e fuqishme. Çuna, sa vite keni që merreni me volejboll? Atëre unë kam pothuajse që vitin e kaluar dhe këtë vit që merrem me këtë sport. Kemi fituar edhe më shumë ndeshje të tjera dhe për mua volejbolli është sporti më i bukur. Sportin e volejbollit e kam luajtur për një kohë shumë të gjatë, edhe pse kam patur disa ndalesa për shkak të shëndetit, gjithsesi e kam vazhduar sepse është sporti im i preferuar. Gjithashtu unë luaj këtë sport për rreth 2 vitesh dhe që kur kam filluar kam pritur për këtë ditë. Po. A mendoni se sporti ju ka ndihmuar edhe në jetën e përditshme? Po, na ka ndihmuar në jetën e përditshme sepse na ka mësuar strategjitë, disiplinën dhe gjithashtu mbajtjen e trupit në formë për shëndetin e njerëzve. Edhe unë pak a shumë të njëjta gjëra dua të them, sporti të ndihmon për shëndetin, në përgjithësi për gjithçka në jetën e përditshme, sepse ti vendos trupin në formë dhe je i shëndetshëm. Përveç të mirave fizike që na jep ky sport, gjithashtu na bën më pozitiv në jetën e përditshme për shkak se ne të gjithë motivojmë njëri tjetrin dhe kështu ngelet si vejs pozitiviteti. Çuna, a ndiqni sporte të tjera apo merreni vetëm me volejboll? Ndjekim edhe sporte të tjera si futbolli, por unë mendoj që volejbolli është një nga sportet më të pëlqyera në botë. Po me futbollin jeni të federuar apo thjesht luani për shef? Po, unë jam i federuar në futboll me ekipin e U17 të Skënderbeut dhe përpiqemi që t'i vazhdojmë të dyja sportet. Po në një të ardhme të afër, do të doni të bëheshit një sportist apo diçka tjetër? Në fakt, unë sportin e volejbollit nuk e shikoj si një punë, pra si një profesion, por e shikoj si një hobin tim që... Si një pasion, po. Po, që mund të luaj. Edhe unë gjithashtu e shikoj si një pasion, edhe pse kemi një kohë të gjatë që luajmë, që të shkosh në një nivel aq të lartë duhet shumë punë dhe shumë përkushtim dhe nuk mendoj që nuk do ta vazhdoj si profesion, por thjesht si një hobi. Po. Gjithashtu të dyja sportet që luaj, basketbollin dhe volejbollin, unë shikoj vetëm si hobi në të ardhmen, nuk mendoj se mund të kaloj në nivele më të larta profesionale, por do ta vazhdoj sa të mundem. Çuna, çfarë mesazhi keni për djemtë e tjerë që duan të merren me sport? Atëherë për djemtë e tjerë unë kam një mesazh që vazhdoni, luani sepse mban trupin në formë, të mëson disiplinën, strategjitë dhe pozitivitetin në jetë. Unë do të jap një mesazh që sporti është për çdo kant është një gjë e mirë dhe i ndihmon të gjithë në shumë raste. Çuna, shumë faleminderit që ishi sot këtu me ne. Unë ju uroj shumë suksese dhe ju uroj fitore në finalen e Elbasan. Faleminderit edhe ju. Mish, kemi arritur në fund të këtij emisioni. Suksesi i këtyre të rinjve është një dëshmi e qartë se sporti në shkolla po jep rezultate dhe po formon jo vetëm kampion, por edhe karaktere të forta. Ju urojmë shumë sukseseve vajzave të shkollës niveçare Stavri Themeli dhe ekipit të djemve të shkollës niveçare Mësëntorja e Parë Shqipe në finalen e Elbasanit. Faleminderit që na ndoqën në emisionin Rinj për të rinjt dhe mirupafshim dhe shihemi në emisionin e radhës.